6 lëngjet që duhet t'i pini çdo mëngjes pas moshës 60 vjeçare për energji, shëndet dhe vitalitet. Pas moshës 60 vjeçare, trupi fillon të ndryshojë ritmin e tij natyror. Metabolizmi ngadalësohet, energjia bie më shpejt, muskujt lodhen më lehtë dhe sistemi imunitar ka nevojë për më shumë mbështetje. Pikërisht për këtë arsye, mëngjesi bëhet momenti më i rëndësishëm i ditës. Një nga mënyrat më të thjeshta dhe natyrale për të rifituar energji është përmes lëngjeve të shëndetshme, të pasura me vitamina, minerale dhe antioksidanë. Më poshtë janë 6 lëngje që rekomandohen fort për personat mbi 60 vjeç, të lehta për t'u përgatitur dhe shumë efektive për trupin dhe mendjen. 1. Lëngu i limonit me ujë të vakët, pastrim dhe energji natyrale. Ky është një nga zakonet më të vjetra dhe më të shëndetshme që mund të adoptohet. Përfitimet kryesore: pastron mëlçin dhe sistemin tretës, përmirëson tretjen, ndihmon në uljen e lodhjes, forcon sistemin imunitar. Si përgatitet: një gotë ujë i vakët, lëngu i gjysmë limonit të freskët, pijeni menjëherë pasi të zgjoheni, para kafes ose ushqimit. 2. Lëngu i panxarit, energji për gjakun dhe zemrën. Panxari është një superushqim për personat mbi 60 vjeç. Përfitimet: rrit qarkullimin e gjakut, ndihmon në uljen e tensionit, jep energji natyrale, përmirëson funksionin e trurit. Recetë e thjeshtë: një panxar i vogël, një mollë, pak ujë, këshillohet të pihet 3-4 herë në javë. 3. Lëngu i portokallit dhe karrotës, vitaminë C dhe shikim i shëndetshëm. Kombinimi i portokallit me karrotën është ideal për mëngjes. Përfitimet: forcon imunitetin, përmirëson shikimin, lufton lodhjen kronike, ndihmon lëkurën dhe kockat. Si ta përgatisni: 2 portokalle, një karrotë mesatare, pihet i freskët, pa sheqer. 4. Lëngu i mollës jeshile dhe xhenxhefilit, për energji dhe tretje. Ky lëng është shumë i dobishëm për stomakun dhe kyçet. Përfitimet: lehtëson tretjen, ul inflamacionin, jep ndjesi freskje dhe energjie, ndihmon kundër dhimbjeve të nyjeve. Përbërësit: një mollë jeshile, një copë e vogël xhenxhefili, pak ujë, ideal për ata që ndihen të fryrë ose pa energji në mëngjes. 5. Lëngu i spinaqit, bananes dhe avokados, ushqim për muskujt dhe trurin. Ky është një smoothie i fuqishëm, shumë ushqyes. Përfitimet: forcon muskujt, ndihmon trurin dhe kujtesën, jep energji afatgjat, përmirëson shëndetin e zemrës. Recetë: një grush spinaq, një banane, gjysmë avokado, ujë ose qumësht bimor, i përshtatshëm për çdo ditë. 6. Lëngu i kosit me mjaltë dhe faraliri, për kocka dhe zorë të shëndetshme, një zgjedhje e shkëlqyer për ata që kanë probleme me tretjen. Përfitimet: forcon kockat, rregullon florën e zorëve, jep energji pa e rënduar trupin, ndihmon në parandalimin e kapsullëkut. Përbërësit: një gotë kos natyral, një lugë mjaltë, një lugë faraliri. Këshilla të rëndësishme pas moshës 60 vjeç: pini lëngjet të freskëta, jo të paketuara, mos shtoni sheqer, pini ngadalë, jo me nxitim, konsultohuni me mjekun nëse keni diabet ose tension. Pas moshës 60 vjeçare, energjinë nuk duhet ta kërkoni te kafeja apo ilaçet, por te natyra. Këto 6 lëngje janë një mënyrë e thjeshtë, ekonomike dhe shumë efektive për të përmirësuar cilësinë e jetës, shëndetin dhe humorin tuaj çdo mëngjes. Pse trupi pas moshës 60 vjeçare ka më shumë nevojë për lëngje energjike në mëngjes? Pas të 60 javëve, trupi nuk reagon më njësoj si më parë. Shumë persona ankohen për lodhje të vazhdueshme, mungesë force në mëngjes, marramendje, tretje të dobët, dhimbje kyçesh, rënje të përqendrimit. Këto nuk janë thjesht shenja moshe, por sinjale që trupi kërkon ushqim të drejtë. Lëngjet natyrale të mëngjesit janë mënyra më e shpejtë që vitaminat të përthiten direkt në gjak. Ndryshe nga ushqimi i rënd, lëngjet nuk lodhin stomakun, veprojnë shpejt, hidratojnë trupin pas natës, rrisin energjinë pa efekte anësore. Gabimet më të shpeshta që bëjnë të moshuarit në mëngjes: shumë persona mbi 60 vjeç, pa e kuptuar, bëjnë gabime që ulin energjinë. Kafe me stomak bosh, kafeja pa ushqim rrit aciditetin dhe lodh gjëndrat mbiveshkore. Bukë e bardhë dhe sheqer, jep energji të rreme që bie shpejt. Mos pirja e ujit, dehidratimi është shkak i madh i lodhjes dhe dhimbjeve. Zgjidhja: filloni ditën me një nga 6 lëngjet e rekomanduara dhe kafen lëreni pas 20-30 minutash. Lëngje si pas problemeve më të shpeshta pas moshës 60, për lodhje kronike: panxar moll, banane spinaq, për tension të lartë, panxar karrot, limon.
Uji i vakët për kocka të dobëta, kosfara liri, smoothie me avokado, për tretje të dobët, moll jeshile xhenxhefil, kos natyral. Sa shpesh duhen pirë këto lëngje, nuk është e nevojshme t'i pini të gjitha çdo ditë. Skema ideale javore: 1-2 lëngje çdo mëngjes, ndryshoni kombinimet, dëgjoni trupin tuaj, shembull, e hënë, limon ujë, e marrë, panxar, e mërkur. Smoothie spinaçi, e enjtë, moll xhenxhefil, e premte, kosfara liri, a janë të sigurta për diabetikët dhe personat me tension? Po, por me kujdes. Këshilla të rëndësishme: shmangni bananën nëse sheqeri është i lartë. Mos përdorni mjaltë çdo ditë. Preferoni perime më shumë se fruta, konsultohuni me mjekun për raste specifike. Lëngjet që nuk duhen pirë pas moshës 60 vjeçare dhe gabimet që duhen shmangur. Jo çdo lëng është i shëndetshëm për trupin pas moshës 60 vjeçare. Shumë njerëz mendojnë se çdo gjë natyrale është e mirë, por kjo nuk është gjithmonë e vërtetë. Disa lëngje mund të shkaktojnë rritje sheqeri, lodhje, probleme me stomakun apo tensionin e gjakut. Më poshtë janë lëngjet dhe zakonet që duhet të shmangen. 1. Lëngjet e paketuara nga dyqani. Edhe kur shkruhet 100 natyral, shumica e lëngjeve të gatshme përmbajnë sheqer të fshehur, kanë konservan, rrisin sheqerin në gjak, lodhin pankreasin, zgjidhja, gjithmonë lëng i shtrydhur në shtëpi. 2. Lëngjet shumë të ëmbla, rrush, fiq, mango, pas moshës 60, trupi përpunon më ngadalë sheqerin, rritet rreziku për diabet, energjia bie shpejt pas një rritjeje të shkurtër. Këto fruta mund të konsumohen rrallë dhe në sasi të vogla. Jo çdo mëngjes. 3. Kombinime të rënda për stomakun, shembuj që duhen shmangur, qumësht fruta acidike, kos portokall, banane qumësht i rënd. Këto kombinime shkaktojnë fryrje, gazra, rëndesë në stomak. 4. Pirja e lëngjeve shumë të ftohta. Lëngjet shumë të ftohta ngadalsojnë tretjen, shkaktojnë spazma në stomak, lodhin organizmin. Pini gjithmonë lëngje në temperaturë ambienti. Ora më e mirë për të pirë lëngjet e mëngjesit: koha ideale 10-20 minuta pas zgjimit, para kafes, para mëngjesit të rënd. Kjo i jep trupit kohë të hidratohet, zgjohet natyralisht, përfit vitaminat maksimalisht. Sa kohë duhet për të ndjerë efektin? Shumë persona presin rezultate të menjëhershme, por trupi ka nevojë për kohë. Rezultatet zakonisht shihen pas 3-5 ditësh, më shumë energji në mëngjes pas 1-2 javësh, tretje më e mirë pas 3-4 javësh, më pak lodhje dhe dhimbje. Qelësi është vazhdimësia, jo sasia. Këshilla të arta për persona mbi 60 vjeç: filloni me sasi të vogla, mos i përzieni shumë fruta. Dëgjoni reagimin e trupit. Një lëng i mirë vlen më shumë se 3 të gabuar. Plan javor i thjesht me lëngje për persona mbi 60 vjeç. Këshilla nga mjekët: një nga gabimet më të zakonshme është pirja e të njëjtit lëng çdo ditë. Trupi pas moshës 60 vjeçare ka nevojë për balancë dhe larmi, jo tepris. Më poshtë është një plan javor i lehtë, i testuar dhe i sigurt. Plan javor i rekomanduar: e hënë, uji i vakët, limon, pastrim, zgjimi i organizmit, e marrë, panxar moll, energji dhe qarkullim gjaku, e mërkur, spinaq, banane, avokado. Muskuj, tru dhe zemër, e enjtë, moll jeshile xhenxhefil, tretje dhe kyçe më të forta. E premte, portokall, karot, imunitet dhe shikim, e shtun, kosfara liri, pak mjaltë, zorë dhe kocka të shëndetshme, e diel, pushim ose zgjedhje e lirë sipas nevojës së trupit, lëngje sipas problemeve shëndetësore, për tension të lartë, panxar, limon me ujë, shmangni kripën dhe frutat shumë të ëmbla, për diabet, spinaq, moll jeshile, kos natyral, pa banane dhe mjaltë të shpesh, për dhimbje kyçesh, xhenxhefil, avokado, fara liri, për lodhje mendore. Spinaq, karot, portokall, me mas. Çfarë thonë mjekët dhe nutricionistët? Mjekët këshillojnë më mirë pak dhe rregullisht. Vitaminat nga ushqimi janë më të sigurta se suplementet. Lëngjet nuk zëvendësojnë ushqimin, por e plotësojnë. Nutricionistët theksojnë: perimet janë më të rëndësishme se frutat, ngjyrat në gotë shëndet, thjeshtësia është çelësi i jetëgjatësisë. Si ta ktheni këtë zakon në stil jete? Zgjohuni 10 minuta më herët, mbani gjithmonë fruta të freskëta në shtëpi, mos u lodhni me receta të ndërlikuara, dëgjoni trupin tuaj, jo modat. Një zakon i vogël në mëngjes mund të sjellë vite. Më shumë shëndet, mite të vërteta dhe përfundimi final për lëngjet pas moshës 60 vjeçare, kur flitet për lëngjet natyrale.
Sidomos për personat mbi 60 vjeç, qarkullojnë shumë informacione të gabuara. Kjo pjesë ndihmon të dalloni të vërtetën nga miti dhe të përdorni lëngjet në mënyrë të mençur. Mite dhe të vërteta. Mit. Sa më shumë lëng, aq më mirë. E vërteta. Teprica lodh stomakun dhe rrit sheqerin. Një gotë në mëngjes mjafton. Mit. Lëngjet zëvendësojnë ushimin. E vërteta. Lëngjet plotësojnë ushimin, nuk e zëvendësojnë atë. Mit. Të gjitha frutat janë të sigurta. E vërteta. Disa fruta janë shumë të ëmbla dhe duhen konsumuar me kujdes pas moshës 60. Mit. Kafeja jep më shumë energji se lëngjet. E vërteta. Kafeja jep energji të përkohshme, lëngjet japin energji të qëndrueshme. Pyetjet më të shpeshta: a mund t'i pi çdo ditë? Po, por ndryshoni llojet dhe mos e teproni. A mund t'i pi në mbrëmje? Jo rekomandohet. Mëngjesi është koha ideale. A mund të shtoj mjaltë? Po, por jo çdo ditë dhe vetëm një lugë e vogël. A janë të sigurta për stomak të ndjeshëm? Po, nëse shmangen kombinimet e rënda dhe pijet shumë të ftohta. Gabime të vogla që bëjnë diferencë të madhe: pirja shumë shpejt, përdorimi i sheqerit, kombinime të panevojshme, mosdëgjimi i trupit, një gotë e thjeshtë dhe e rregullt vlen më shumë se receta të ndërlikuara. Përfundimi final: pas moshës 60 vjeçare, shëndeti nuk ruhet me mrekulli, por me zakone të vogla të përditshme. Një lëng i zgjedhur mirë në mëngjes rrit energjinë, përmirëson tretjen, forcon imunitetin, ndihmon zemrën dhe trurin, përmirëson cilësinë e jetës. Natyra ofron gjithçka që trupi ka nevojë, mjafton ta përdorim me mençuri.